Më në fund është zyrtare. Antoni Caci ka vendosur të rinovojë me Mainzin pasi kontrata aty përfundonte në fundin e këtij sezoni. Caci hodhi firmën që vlen deri në vitin 2028. Është bërë një lojtar kyç për ne ashtu si dhe I preferuar nga tifozët, ka kaluar momente të vështira dhe suksese me ne gjithmonë duke treguar dedikim. Besimi I tij me topin, leximi I lojës dhe progresi I madh në fazën mbrojtëse e bëjnë një përshtatje perfekte për mënyrën se si luajmë. Rinovimi I tij është një sinjal I fortë për klubin, skuadrën dhe tifozët, u shpreh fillimisht drejtori sportiv. Më pas Caci tha fjalën e tij. Të zgjasja kontratën me Mainzin ishte vendimi më I mirë për mua. Ndihem me të vërtetë si në shtëpi këtu, familjen e kam afër dhe kurrë nuk u mbasin një ndeshje. Ishte e rëndësishme që të tregoj se shumë mendoj për klubin dhe tifozët. E ndjej besimin e trajnerit dhe shokëve të skuadrës çdo ditë dhe mbështetja e tifozëve është e jashtëzakonshme. Po punoj fort që të rikthehemi në fushë sa më shpejt dhe të ndihmoj skuadrën që të japim gjithçka për tifozët tanë. Më parë, për 28 vjeçarin është treguar interes nga trajneri Silvinho në kombëtaren shqiptare, duke pasur rrënjë shqiptare, mbrojtësi ka mundësi të luajë për kuqezinjt edhe pse është aktivizuar me Francën në lojrat olimpike.